Edhe kur bëj dush, unë mbaj erë të mirë. Beni Blanco tallet me thashe themet për higjienën pasi video me këmbët e pista u bë virale. Producenti i njohur i muzikës Beni Blanco ka reaguar me humor ndaj komenteve dhe talljeve që pushtuan rrjetin pasi një video ku shfaqeshin këmbët e tij të pista u bë virale. Episodi ndezi me një val reagimesh në internet ku shumë përdorues nisën të vinin në dyshim edhe gjënën personale të producentit. Në podcastin e tij, Beni vendosi të përgjigje drejt për drejt thashe themeve. Në bisedë u përfshi edhe miku i tij vjetër këngëtari Ed Sheeran, i cili nuk hezitoi të bënte shaka me situatën. Edhe un jam si ty, duket sikur nuk mbaj erë të mirë, tha Ed me humor, duke shtuar menjëherë. Por ti je njeriu që mban erë më të mirë nga të gjithë që njoh. Beni u përgjigj pa hezitim. E di, un mbaj erë të mirë edhe kur nuk bëj dush. Biseda mori një kthes edhe më komike kur të dy vendosën të ngacmonin bashk prezantuesin e podcastit Lil Dix. Pas një momenti kur Ed ndjeu erën e kërthizës së tij, ai shpërtheu në batut. Kjo është si vrima e të pasmeve. A mund të më jap dikush diçka që të largoj këtë erë? Beni shtoi duke qeshur. Imja nuk mban erë fare. Sa i përket videos që bëri xhiron e rrjetit ku shputat e këmbëve të tij dukeshin të mbuluara me papastërti, producenti ka një shpjegim për të gjithë. Gjatë një paraqitje në emisionin Jimmy Kimmel Live, ai tha se përgjegjësia nuk ishte e tij. Është faji i ambientit ku xhirojmë, nuk është faji mu shpreh Ben. Madje ai mbrojti edhe pamjen e këpucëve të tij. Kam këmbë shumë të mira, dikush të bëj zoom te këmba ime. Shikoni, këmba e pastër. Megjithatë, pavarësisht gjithë zhurmës në internet, Beni e di se ka një person që vlerëson nga kokat e këmbët, bashkëshorten e tij Selena Gomez. Aktoria bëri një paraqitje në podcastin e tij dhe në një moment për habin e të gjithëve i puthi gishtin e këmbës. Të pëlqeu kjo? E ngacmoi Ben, ndërsa Selena e goditi lehtë dhe me shaka ju përgjigj. Mos e bëj këtë një moment. Duke folur për marrëdhënien e tyre, Beni tha se është 33 vjeçaren si një grua të fortë dhe të pavarur. Përdor çdo qelisë të trupit tim që të mos e shikoj gjithkohës me sy të dashuruar dhe të mos dua ta puth apo ta përqafoj vazhdimisht, thoi ai. Në momenti kur Selena i puthi gishtin e këmbës, ishte më shumë se një shaka. Kur e pash që më puthi gishtin e këmbës, ma bëri ditën më të bukur, tha ai.